Pas storjes së televizionit Shenja për 3 jetime që jetojnë me gjyshin e sëmur në fshatin Çajlan të Sarajit, shoqata humanitare Drita ka marrë përsipër që të paguajë rregullisht një kujdestare. Në komunën e Sarajit është vendosur shtatorja e Isa Boletinit. Të rinjtë e Besës e pritën me plakatat "Mirë se vjen në Bacais", po të keq përdorin hajnat e BDI-s. Pas mbylljes së fakulteteve të Universitetit të Tetovës, qeveria VMRO BDI hap Universitetin Dame Gruev në Shkup. Në Maqedoni të rinjtë vazhdojnë të preferojnë shkencat shoqërore dhe humanitare dhe më pak ato teknike. Profesorët thonë se me shkencat shoqërore më lehtë arrihet tek diploma, por më vështirë tek puna. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi takuar sërish në edicionin qendror të lajmeve të orës 19:05 në televizionin Shenja. Shoqata kulturore humanitare Drita ka vendosur të sigurojë pagë mujore për kujdestarinë e 3 jetimëve të familjes Ramadani nga Çajlana e Sarajit. Televizioni Shenja ka njoftuar për gjendjen e rëndë të kësaj familje, të cilët kanë nisur ta ndihmojnë njerëzit bëmirës. Ishte e vështirë të ndaheshin 3 jetim nga gjyshi i tyre në shtrat, pavarësisht se për ta ishin siguruar kushte të mira dhe një kujdestare. Shoqata kulturore humanitare Drita shprehu gatishmëri për të siguruar kujdestare për 3 fëmijët e familjes Ramadani nga Çajlana e Sarajit, por me qenë se ndarja ishte e pamundur, u vendos që Halla Farie, të cilës do t'i sigurohet një pagë, të kujdeset çdo ditë për fëmijët. Kryetari i shoqatës Drita thotë se opsioni i shoqatës është i hapur. Dhe ne morëm këtë aksion që të vim këta fëmijë t'i strehojmë në Tetov. Ne atje u sigurum shtëpi edhe njëri që do të kujdeset, një kujdestare. Ajo do të paguhet çdo muaj, por ja tash, këtu nuk janë gatshëm që fëmijët të vinë atje. Nuk do të thotë se ne nuk do të harrojmë këtë, por te ne është dera hapur. Për çdo kohë ne jemi të gatshëm të vim t'i marrim. Mos jetojnë këto kushte të vështira. Meqense se në këtë familje nuk ka kush të menaxhojë me të hollat të cilat ju ofrohen nga dashamirë që duan t'i ndihmojnë, dhe kuptohet, për të shmangur çdo keqpërdorim të mundshëm, të hollat mund t'i dorëzohen vetëm bashkëfshatarit të kësaj familje, Mustaf Ademi, i cili të hollat do t'ja dorëzojë familjes vetëm kur kanë nevojë. Numri i celularit përmes të cilit mund të kontaktoni me Mustaf Ademin është 070 677 597, ndërsa ndihmat si ushqim, veshmbathje dhe orendi shtëpiake mund t'i dorëzohen familjes, me të cilën mund të kontaktoni përmes numrit të celularit 071 424 814. Ditë më parë, televizioni Shenja denoncoi gjendjen e rënduar të familjes Ramadani nga fshati Çajlan e Sarajit, e posaçërisht të 3 jetimëve, 8, 6 dhe 3 vjeçar, të cilëve babai i ka vdekur një muaj më parë, ndërsa nëna fatkeqësisht nuk ka qenë në gjendje të kujdeset për to, për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, respektivisht vuajtja nga një sëmundje psiqike. 3 jetimët deri më tani kanë qenë në përkujdesin e gjyshit të tyre në gjendje të rënduar shëndetësore dhe xhaxhait të papunë. Në Saraj është të vendosur shtatorja e herojit Isa Boletini. Gjatë ceremonisë, kryetari i BDI Ali Ahmeti tha se Boletini pas 100 viteve ka ardhur në vendin ku ka udhëhequr 30.000 kryengritës, ndërsa kryetari i komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri tha se shqiptarët duhet të ndjekin rrugën e herojit Isa Boletini dhe të punojnë për të bashkuar. U vendosën në Saraj të Shkupit shtatorja e herojit kombëtar Isa Boletini sot kur shënohet edhe 100 vjetori i vrasjes së tij. Të pranishëm në këtë ngjarje të organizuar nga komuna e Sarajit ishin kryetari i BDI Ali Ahmeti dhe funksionarët qeveritare komunal të kësaj partie, funksionarë të ndryshëm nga Kosova dhe familjar të herojit Isa Boletini. Kryetari i komunës së Sarajit Bekim Murati tha para të pranishmëve se kjo është një ditë e shënuar për të gjithë shqiptarët. Padyshim është kjo një ditë shumë e veçantë. Jo vetëm se për kullën e Boletinëve apo për Mitrovicën heroike, por është një ditë e shënuar për gjithë historinë e gjeografinë shqiptare, për të cilën Bacais luftoi deri në pikën e fundit të jetës së tij. Kryetari i BDI Ali Ahmeti nënvizoi se heroi Isa Boletini pas 100 viteve ka arritur në vendin ku ka udhëhequr 30.000 kryengritës. Bacais
Ti je përballë me kryen ngritje, je përballë me xham e me ushtima, je përballë me pushtues e tradhtar, por triumfove dhe ky është triumfi më i madh që sot shqiptarët këtu e gjithandej i gëzon dhe të kanë pritur krah hapur e ballë larë. Në fjalën e rastit, kryetari i komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri tha se shqiptarët duhet të ndjekin rrugën e heroit Isa Boletini dhe të punojnë për t'u bashkuar. Ai ishte një njeri i punës dhe i pushkës, i nderit dhe i besës, i sakrificit dhe i bashkimit kombëtar, për arsye se ai njeri punoi natë dhe ditë për t'i bashkuar shqiptarët. Kjo sot na mungon, por i luts gjithë qytetarët, por dhe liderët ku do që janë në trojet shqiptare, të bashkohen, o sot o kur, por duhet punë, nuk duhet na vërbon Zoti syt dhe t'i njekum kultuqet. Të pranishëm në shpalosjen e përmendores ishin edhe familjarët e heroit Isa Boletini, në emrin e të cilëve këtë ngjarje përshëndeti stërnipi Gazmend Boletini. Përmendorja e Isa Boletinit është donacion nga shoqata Vatra e Dervenit dhe ka kushtuar rreth 70.000 euro. Nëpër Sarajmbrëm janë vendosur grafite me mbishkrimin Mirë se vjen o Bacais, po të keq përdorin hajnat e BDI-s. Të rinj televizjes Besa thanë se këtë kanë bërë me qëllimin e vetëm për të ruajtur figurën historike shqiptare Isa Boletinin nga keq përdorimet e ulta politike nga ana e zyrtarëve të BDI-s. Të rinj televizjes Besa gjatë mbrëmjes nëpër Saraj kanë shkruar grafite me mbishkrimin Mirë se vjen o Bacais, po të keq përdorin hajnat e BDI-s. Në njoftimin e partisë theksohet se kjo është bërë me qëllimin e vetëm për ta ruajtur figurën historike shqiptare, Isa Boletinin, nga keqpërdorimet e ulta politike nga ana e zyrtarëve të BDI-s në komunën e Sarajit. Isa Boletini, padyshim që është dhe do ngelet një nga figurat qendrore të historisë shqiptare dhe si të tillë ne si rini e lëvizjes Besa me krenari mbajmë gjallë idetë dhe vizionet e tij. Duke u bazuar në frymëzimin e të madhit Is, i njohur për thënien unë jam mirë kur është Shqipnia mirë, ne nuk kemi se si mos të reagojmë kur e shohim se kjo thënie e tij le që nuk merret parasysh, mirë po keq përdoret për qëllime të ulta politik. Mëtej, theksohet si rinia e lëvizjes Besa konsideron dhe njëkohësisht ndjejet e fyer me përçmimin që ja bën BDI-ja figurës së ndritur të boletinëve, duke vendosur në periferi në fshatin Saraj, kur vendi i tij do të duhej padyshim të ishte mu në qendrën e Shkupit. A është Saraj i mirë? Në këtë situatë, kur kemi mungesë të kushteve elementare, si mungesë të ndriçimit rrugor, mungesë të rrugëve të asfaltuara, mungesë të urave e mungesë të shkollave dinjitoze, me keqardhje duhet të konstatojmë se Isa Boletini nuk do të ndjehet as pak mirë të vendosej në një mjedis kur kushtet jetesës i ka si të shekullit 12. Në fund, duke përmendur faktin se BDI-ja po i vendos figurat emblematike shqiptare në përfshatra, të rinjt e lëvizjes Besa i sugjerojnë kreut të BDI-s Ali Ahmetit që një bust të ish diktatorit Enver Hoxha ta vendos në vendlinjen e tij në Zajas. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi ka propozuar të themelohet Universiteti për Mbrojtje Nacionale, Siguri dhe Paqe Dame Gruev në Shkup. Universiteti dhe fakultetet e propozuara nga Ministri Ademi mbajnë emrat e heronjve Maqedonas. Qeveria VMRO BDI me ligj të posaçëm mbylli 6 drejtime të Universitetit Tetovës dhe tani me ligjet posaçme janë duke hapur edhe një universitet jo shqip por maqedonisht. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi ka propozuar të themelohet Universitetin për Mbrojtje Nacionale, Siguri dhe Paqe Dame Gruev në Shkup. Universiteti dhe fakultetet e propozuara nga Ministri Ademi mbajnë emrat e heronjve Maqedonas. Të hënën në parlament në rendite është propozim ligji për themelimin e Universitetit për Mbrojtje Nacionale, Siguri dhe Paqe Dame Gruev në Shkup. Universiteti do të ketë 8 njësi. Akademia Ushtarake për Ushtri Toksore General Mihail Apostolski, Akademia Aviacionit 8 Shtatori, Fakulteti për Siguri Nikola Petrov Rusinski, Fakulteti i Mjekësisë Dr. Hristo Tatachev, Fakulteti për Studime Patësore dhe Menaxhment të Krizës Pero Toshev, Fakulteti Juridik Pavel Shatev,
Instituti për funksione komanduese dhe të shtabit dhe leadership Todor Aleksandrov, Instituti për teknologji informatike dhe cybersiguri. Si pas nenit 25 të këtij propozim ligji universiteti do të nisë me punë në shtator të vitit të ardhshëm në vitin akademik 2016-2017. Ndërkaq, Universiteti Nën Tereza, i cili u paralajmërua me shumë bujë nga ana e gjithë krerëve të BDI-s, jo vetëm që nuk do të hapet vitin e ardhshëm, por është edhe në 3 gjuhë, maqedonisht, anglisht dhe shqip. Ish zëvendës ministri i mbrojtjes nga radhët të BDI-s Arben Labinishti, i cili dha dorëheqje nga ky post për shkak të pakënaqësisë nga funksionimi i partisë, në një shkrim në rrjetin social Facebook shkruan se politika dominohet nga politikanë pa strategji dhe pa karakter, të cilët kanë për qëllim vetëm interesat e tyre klanore, duke dëmtuar kështu çështjen kombëtare. Derisa politika do dominohet nga politikanë pa strategji dhe të pakaraktershëm, të cilët kanë për qëllim vetëm interesat e tyre klanore dhe vazhdojnë të sundojnë, procesi i progresit të çështjes sonë kombëtare do të dëmtohet. Kështu shkruan ish zëvendës ministri i mbrojtjes nga radhët e BDI-s Arben Labinishti, i cili dha dorëheqje nga ky post për shkak të pakënaqësisë nga funksionimi i partisë, në një shkrim të tij në rrjetin social Facebook të titulluar "Për ça e sundo". Është shqetësuese sjellja e qytetarëve që i shërbejnë, janë pajtuar, janë mësuar, kanë gjetur një mënyrë për të ndjerë mirë me veten dhe mjedisin përreth, ndërkohë që ai lëngon nga mashtrimi, shfrytëzimi, korrupsioni, përçarja, nëpërkëmbja, papunësia, krimi i organizuar, sundimi. Në përmasa të mëdha, papërgjegjshmëria, servilizmi dhe konformizmi e kanë zënë e kapur politikën, institucionet dhe familjen. Pesha e kësaj të keqe është shumë e rëndë dhe paralizuese për popullin ton. Sipas tij, politika është thik pas shpine, ndërsa klasa jon politike e korruptuar dhe e kriminalizuar është shkaktare e gjendjes së katandisur të kombit ton. Politika i është ngulur popullit si thik pas shpine dhe se lejon të marrë frym lirshëm, ajo e ka stresuar dhe zhveshur atë nga shumë virtyte, të cilat janë faktor me peshë të rëndësishëm, që ndikojnë në mos stabilizimin e gjendjes aktuale dhe vënien në funksion të çështjes kombëtare, të gjithë fuqinë e potencialin e tij real. Elitat drejtuese të politikës e kanë asfiksuar popullin në masën sa ta kontrollojnë për ta ruajtur pushtetin për interesat e klaneve të tyre, të cilëve ju intereson vetëm paraja dhe privilegjet. Ai shkruan se politika me tentakulat e saj të krimit e ndjek rrugën zigzakeve të labirintit të projekteve antishqiptare dhe derisa politika do dominohet nga politikanë pa strategji dhe të pakaraktershëm, të cilët kanë për qëllim vetëm interesat e tyre klanore dhe vazhdojnë të sundojnë, procesi i progresit të çështjes sonë kombëtare do të dëmtohet. Akademia e Mendimit Ballkanike, promovuar mbrëm në Shkup, pritet që të realizojë projekte të rëndësishme në hapësirën ballkanike dhe më gjerë, duke përfshirë ligjërata nga profesorë të dalluar nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Folësit në këtë akademi kanë deklaruar se shkëmbimi i vlerave shkencore dhe kulturore duhet të arrijë në nivelin e synuar. Në Shkup mbrëm është hapur solemnisht Akademia e Mendimit Ballkanik gjatë një ceremonie të organizuar nga Qendra e Civilizimit Islam në Shkup Focic, në bashkëpunim me drejtorinë e turqëve të jashtëm dhe popujve miq në kuadër të kryeministrisë së Turqisë. Pjesëmarrësit kanë theksuar se kjo akademi do të realizojë projekte të rëndësishme në hapësirën ballkanike dhe më gjerë, duke përfshirë ligjërata nga profesorë të dalluar nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Latif Mustafa, sekretari i fondacionit, ka deklaruar se një ndër idetë kryesore të këtij projekti është edhe dekolonizimi epistemologjik dhe kulturor i Ballkanit për të qenë i aftë në konkurrencën e popujve për të futur si kriter vlerat kulturore dhe jo ideologjike. Me që ky projekt është një modull hyrje në historinë e mendimit, konsiderohet si etapa e parë e zhvillimit të një projekti më të madh e që në vitin tjetër, po e njëjti projekt do të thellohet dhe specifikohet tematikisht dhe kështu disa vite radhazi deri në krijimin e qartë të një ideje rreth zhvillimit të historisë së idesë në nivel gjeneral, njëkohësisht i detajuar përsosmërisht. Për të përgatitur gjeneratat e reja të Ballkanit për hapjen e parë të formësimit të botvështrimit apo Weltanschauungit ballkanik. Sekretari i dytë i ambasadës turke në Shkup, Kerim Dan, ka deklaruar se kjo akademi do të mbush një zbrastir tepër të rëndësishme të lënë nga civilizimi islam gjatë shekujve. Üsküp İslam Medeniyeti Merkezi Vakfı'nın Fatkeqësisht muslimanat në ditët e sotme në gjithë botën përmenden me ngjarje famkeqe. Është lehtë që për këtë të akuzohen të tjerët.
Muslimanat duhet të analizojnë vetveten dhe duhet sërish të merren hapa në drejtim të fillimit të prodhimit të ideve dhe njohurive. Ndërsa këshilltari akademik i projektit dhe profesor në Universitetin Marmara, Omer Turker, ka theksuar se shërbimi i vlerave shkencore dhe kulturore duhet të arrijë në nivelin e synuar. Eski bir kadim bir takım bağlar arası. Marrëdhëniet mes dy popujve, mes dy civilizimeve ose mes dy grupeve shkencore ndërtohen në bazë të dy elementeve, dy parimeve. E para është referimi në literaturë të përbashkët. Mendimi duhet të referohet në vepra të përbashkëta. Pra, duke u nisur nga një akumulim i përbashkët, duhet të prodhojmë zgjidhje për probleme dhe të formojmë një bindje të përbashkët. Folësit në këtë akademi kanë deklaruar se në të ardhmen do t'i thellojnë diskutimet për këto tema dhe do t'i trajtojnë në këndvështrime të ndryshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të dërgojnë dhe një diplomat në Prishtinë për të kërkuar kthimin e normalitetit në institucionet e Kosovës. Një super stuj dimërore po i afrohet brigjeve lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku pritet të sjellë rreshje rekorde dëbore, duke shkaktuar kështu 10 viktima dhe miliona të zhvendosur. Vazhdojmë të rrjet nga rajoni dhe bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të dërgojnë dhe një diplomat në Prishtinë për të kërkuar kthimin e normalitetit në institucionet e Kosovës dhe për të rikonformuar mbështetjen e shtëpisë së bardhë për lidershimin e Prishtinës zyrtare. Nga burime pranë institucioneve të Kosovës, mësohet se më 26 janar, Prishtina do të vizitojë ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit për çështje europiane dhe euroaziatike Hoyt Braheni. Sipas të njëjtave burime, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit deri më tani ka konfirmuar takimet me përfaqësuesit e qeverisë, kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme Hashim Thaçi. Vizita e diplomatit amerikan në Prishtinë do të ndodhë vetëm një ditë para se ministri i jashtëm Hashim Thaçi të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas takimit me nënpresidentin amerikan Joe Biden, kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka deklaruar se për Turqinë terrorizmi është një krim njerëzor, ndërsa me SBA ka ndjeshmëri të rëndësishme në çështjen e veprimit të përbashkët. Ndërsa Biden ka thënë se PKK-ja është një organizatë terroriste, por nuk duhet të hyjë në të njëjtën kategori me organizatën tjetër kurde pyet. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu në një konferencë të përbashkët për shtyp pas takimit me nënpresidentin amerikan Joe Biden ka deklaruar se marrëdhëniet Turqi-SBA edhe pas periudhës së luftës së ftohtë gjithmonë kanë qenë të strukturuara dhe të bazuara në një vizion strategjik të plot, shumë të ndryshme dhe të veçanta, raporton agjencia Anadolu. Davutoglu ka deklaruar se vizita e Biden është kryer në një fazë kritike ku po përjetojnë ngjarje shumë të rëndësishme, veçanërisht në Siri dhe Irak si dhe në Ukrainë. Ndërkohë, nënpresidenti gjatë vizitës në Turqi ka deklaruar se PKK-ja është një organizatë terroriste, por nuk duhet të hyjë në të njëjtën kategori me organizatën tjetër kurde pyet. Gjatë vizitës në Turqi, Biden është takuar edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Disa qindra njerëz kanë protestuar sot në sheshin Nikola Pashiq të Beogradit kundër dënimit të politikanit serb nga Kosova Oliver Ivanović me 9 vjet burgim, raportojnë mediat serbe. Lideri i nismës Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović është shpallur këtë fajtor nga gjykata themelore në Mitrovicën Veriore për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Në protest kanë marrë pjesë familja dhe shoqëria e Ivanovićit, duke u përkrahur edhe nga persona të tjerë. Sipas tyre, ky tubim ka qenë shprehje e revoltës ndaj siç janë shprehur padrejtësitë ndaj Ivanovićit. Protestuesit kanë mbajtur në duar pankarta me mbishkrime Unë jam Oliver dhe liri për Oliverin. Parlamenti i Kroacisë ka miratuar qeverinë e re të qendrës së djajtë të udhëhequr nga kryeministri Tiomir Oreshković. Qeveria e cila ka marrë mbështetjen e 83 deputetëve nga 150 është miratuar të premten vonë pas një debati prej 14 orësh. Qeveria e re do të përballet me sfidat e rritjes së dobët ekonomike pas 6 vjetësh radhazi në recesion, si dhe me fluksin rekord të migrantëve. Oreshković, i cili ka lindur në Kroaci, por është rritur dhe arsimuar në Kanada, ka thënë se qeveria e tij do të jetë e gatshme që të marrë vendime të vështira. Kryeministri deritashëm kroat Zoran Milanović i ka dorëzuar detyrën pasardhës i duke uruar sukses në punë. Kroacia është antarja më e re e Bashkimit Evropian dhe po ashtu në mesin e ekonomive më të dobta në blok. Një super stuhi dimërore po i afrohet brigjeve lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
ku pritet të sjellë rreshje thuajse rekordobore. Mbi 50 milion vet janë paralajmëruar mbi rrezikun e stuhisë paralizuese që pritet të godasë rajonin duke ju kërkuar që të qëndrojnë në shtëpi. Deri të dielën kur stuhia pritet që të kalojë, pritet që në Washington të shënohet një rekord i ri rreshjeve të dëborës dhe të shkojë deri në 76 cm, ndërkohë që rekordi më parshëm ka qenë 71 cm, sasi kjo regjistruar përgjatë një periudhe 2 ditore janarin e vitit 1922. Të paktën 5 persona kanë mbetur të vrarë, ndërsa 2 të tjerë janë plagosur nga të shtënat me armë në një shkollë në Saskatchewan, Kanada. Fillimisht policia kishte njoftuar për një incident serioz, por pa dhënë shumë detaje, ndërsa më pas ishte kryeministri Trudeau që konfirmoi të shtënat në shkollë, por nuk ka dhënë detajet e viktimave. Fjalët nuk mund të shprehin tronditjen dhe trishtimin tim për ngjarjen e tmerrshme të ndodhur sot në Laloçe, tha kryeministri. Në shkollën ku ka ndodhur ngjarja, mësoi rreth 900 nxënës deri në klasën e 12. Ka pasur ulërima, është qelluar me armë 6 apo 7 herë, por mund të ketë pasur edhe më shumë, kurse bashku me 10 nxënës të tjerë dolën me nxitim jashtë shkollës, ka thënë një prej nxënësve të shkollës. Rrethanat e ngjarjes dhe autorët e saj janë ende të paqarta. Pjesëtarët e forcave izraelite të sigurisë kanë vrarë një palestines 13 vjeçar në veri të Jerusalemit, raporton agjencia Anadolu. Zëndënësi i policisë izraelite Luba Samri tha se pjesëtarët e forcave të sigurisë kanë qelluar ndaj fëmijës në ndyshimin për sulm me thik. Sipas tij, gjithçka ka ndodhur në lagjen Antut në veri të Jerusalemit. I mituri pasi është qelluar mbi të ka ndëruar jetë në vendngjarje. Tensionet dhe kriza e sigurisë në lindjen e mesme janë në rritje që nga tetori i vitit të kaluar, ndërsa deri më tani ushtria izraelite ka vrarë 10 palestines, siç pretendojnë për tentim sulmi me armë të ftohtë. Një seri e gjuajqeve nga ajri përgjatë 24 orëve të fundit ka lënë të vdekur 10 persona në provincën e Raqqa dhe Deir al-Zor në veri dhe lindje të Siris, zonat të cilët kryesisht janë të kontrolluara nga ISIS. Raportohet për 44 persona të vdekur nga sulme nga ajri të cilët janë duke u zhvilluar nga aviacioni rus dhe sirian. Vetëm në qytetin e Raqas, i cili njerit njihet edhe si kryeqyteti i ISIS, sipas zyrës britaneze vëzhguese për të drejtat e njeriut në Siri, raportohet se kanë vdekur 32 persona. Agjencia Anadolu sill rrëfimin për emigrantët e verbër, por që bëjnë muzikë duke përjetuar botën rreth tij. Iriu Leis, që vjen nga pjesa perëndimore qendrore e Sirisë, nga qyteti Hama, dëshiron të shkojë në Gjermani, ku gjenden nëna dhe vëllai i tij, i cili po ashtu është i verbër. Aty beson Leis se do të mund të realizojë atë që dëshiron, të gjejë paqen. Iriu Leis, që vjen nga pjesa perëndimore qendrore e Sirisë, nga qyteti Hama, sa po e kaloi kufirin Gor Macedonas. Ul që të kontrolloj valixhet e tij, ku me zgjërave personale më të rëndësishme i konsideronte instrumentet e tij muzikore, lahutën dhe flautën. Agjencia Anadolu sill rrëfimin për emigrantin e verbër, por që bën muzikë duke përjetuar botën përreth tij. Ky sirian i ri thekson se flauti dhe lahuta janë pjesë e jetës së tij dhe se asnjë ditë nuk do të mund ta paramendonte pa to. Fillimisht zbulon se që nga mosha 8 vjeçare filloi të luajë në lahut, e më pas edhe në flaut. Unë u bie instrumenteve. Kjo është puna ime preferuar në jetë. Luaj në lahut dhe flaut. Dua të bëj muzikë të lindjes, por luaja gjithçka që më pëlqen. Ai zbulon se dëshira ndaj muzikës ka qenë aq e madhe sa që nuk i ka paraqitur kurfar problemi që të mësojë të luajë në flaut dhe lahut, për të cilat thekson se janë instrumentet prej të cilave mund të dëgjohen tingujt më të bukur në botë. Jeta e rëndë për shkak të luftës në Siri e ka detyruar që ta braktisë vendlindjen e tij të dashur dhe të marrë rrugën e shpëtimit. Rrugën për të cilin shpreson se do ta çojë aty ku zhurmën e krismave të armëve të zjarrit, aromën e barutit, të qarat e fëmijëve sirian dhe njerëzve të plogësht do t'i zëvendësojë me tingujt e instrumenteve të tij. Leis dëshiron të shkojë në Gjermani, ku gjenden nëna dhe vëllai i tij, i cili po ashtu është i verbër. Aty beson Leis se do të mund ta realizojë atë që dëshiron, të gjejë paqen. Porosit se njerëzit asnjëherë nuk duhet të dorëzohen, me që jeta është e pasigurt dhe gjithmonë sjell diçka të re. Të nderuar shikues, ne këtu po mbyllim këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen dhe ju dëshirojmë çaste të këndshme në vazhdim me televizionin Shenja. Nga unë natën e mirë.